duke goditur arbitrarisht dhe duke përdorur tenxheret politike dhe mediatike për të fituar në mexhelisin e gjyqit popullor përpara se sa të fillojë gjyqi ligjor. Edhe rasti që po diskutojmë aktualisht është i tillë. Fatkeqësisht nuk është rasti i parë, po fatmirësisht nuk është as rasti më i vështirë. Sepse ndryshe nga sa ka ndodhur për shembull me kryetarin e Bashkisë Tiranës, prezumimi i pavajsisë të cilit nuk ka ekzistuar as përpara se sa i të merrej për herë të parë në pyetje. Dhe gjyqi mediatik ndaj cilit ishte një tjetër masakër, gurësh dhe pështymash. Me libër shpije, e denjë për mes jetën, jo për një shoqëri europiane. Në këtë rast, thash fatmirësisht sepse vjen te ne. Na i jep ne kushtetuta të drejtën të gjykojmë mbi dëshirën, nevojën, argumentat e prokurorit për të kërkuar një arrest pa gjyq. Se kjo është ajo që duhet ta kuptojnë të gjithë shqiptarët për të kuptuar pozicionin ton, pozicionin tim. Arrest pa gjyq. Asgjë më shumë, asgjë më pak. Dhe kështu na e jep kushtetuta mundësinë që as të mos e humbim nga syt, as të mos kemi fuqi ta ndihmojmë viktimën më të madhe e gjermësot të reformës në drejtësi. E dini kush është viktima më e madhe e gjermësot të reformës në drejtësi? Parimi i prezumimit të pavajsisë. Që ne të ngrem dorën për të votuar kërkesën e arrestit për Belinda Ballukun, me kartonin që na e kanë dhënë socialistët dhe mbështetësit tanë, përfshirë dhe ata të kryeqytetit socialistëve në Fier, na duhet të kemi të paktën njërën nga arsyet që kemi pasur kur e kemi bërë këtë më parë. Nuk po them të kemi sken krimi, të kemi kushte flagrance, apo të kemi qoftë një provë bindse për tentativ, arratisje apo prishje të provave, të cilat janë normalisht arsye sine qua non për paraburgimin, sepse sjellin një lëndim relativ të detyruar të parimit të prezumimit të pavajsisë.